Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Të nderuar vëllezër, selam aleikum rahmatullah. Do ditë që folsha për martesën, s'kisha vend që të përpara prej xhamatit të rije të më shume, s'kisha dhe kamerën ku me lëshu. E tash që këna fillu me folë për vdekjen, ka ndryshu situata. Po na rënë thotë të përpara, po shkani ka dani vdekjes sëni ikum, subhanallah. Allahu na forcoft ya Rabbel Alamin. Nderuar besimtar, aleikum selam, sikur se kemi filluar pra javën e kaluar në kuadër të ligjëratave të dispozitave pra të fikut, sepse fik do të thotë fiku në gjuhën arabe pra është shkenca ose në shkencat islame, shkenca që merret me jurisprudencën islame, pra me rregullat që i duhen njeriu në jetën e tij, respektivisht besimtarit. Një pjesë e rëndësishme e këtyre rregullave kanë të bëjnë edhe me njeriu para përfundimit. Ne jemi duke folë para përfundimit të jetës, por edhe pas vdekjes se çu duhet me vepru dhe çka duhet me bëu besimtari kur vdes dikush, një antar i familjes ose një besimtar. Pra këto janë tema që të shtjellojmë inshallah taala bashkarisht gjatë disa ligjëratave. Sot do të flasim disa quhet tema realiteti i vdekjes, pra disa gjëra rreth vdekjes. Kryesisht në Kur'an, disa të vërteta rreth vdekjes, sepse janë të rëndësishme me ditë njerëzit mbar. E para të dashur vëllezër besimtar, vdekja është fundi i çdo gjaje në këtë gjithësi. Vdekja është fundi i çdo krijese. Allahu azza wa jalla thot në Kur'an: "Kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." Gjithë çka ka në këtë gjithësi do të përfundon. Gjithë çka kriju Allahu azza wa jalla, çdo krijesë ka dhe fundin e vet. E këtu hyn edhe njeriu. Edhe krijesa të tjera e kanë një afat që Allahu azza wa jalla ju ka dhënë dhe vjen fundi. Kullu man 'alayha fan. Gjithë çka ka në këtë gjithësi, fan do thotë do të tretet, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, dhe vetëm fytyra Allahut, pra vetëm Allahu i madhëruar mbetet. Kështu pa dashur edhe njeriu ka me ardhë ose i vjen dita kur duhet me ndru lokacionin. Edhe kjo përkohësisht. Rejmi dhe, jo në dhe, po në dhe. Subhanallah. Prej një faze që jetojmë në tokë, mbi tokë, hecën për tokë, ka marrë momenti kur si të vdekur pra një fazë, një pjesë, disa vite, Allah alem sa, deri në kiamet do t'i kalojmë në varë që është një jetë tjetër, është jeta e bërzahut, jeta e varrezave. Se cila krijesë dhe shijaj e ka fundin e vetë, e para. E dyta, ku do të shkojmë pas vdekjes? Ku do të shkojmë pas vdekjes?
Allah subhanahu wa taala na ka treguar poshtë në Kur'an. Atë Allahu azza wa jall wa anna ila rabbika al-muntaha. Të Zoti jot është fundi, atje kemi me shku. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Secili shpia do ta shih vdekjen, pastaj tek ne për Allahu keni për të rikthyer. Për ato tash vëllezër, me vdek të gjithë, pa përjashtim, e vërteta e dytë e madhe shumë dhe rëndësishme që kthimi është te Zoti. Sepse disa mendojnë, disa pabesimtare, do ateiste, do shumë ka të tillë, që thonë pas vdekjes ose me vdekjen përfundon çdo gjë dhe pas vdekjes nuk do të ketë më ndonjë rëndësi për njeriu. Jo të dashur vëllezër besimtar, s'ka dyshim se jeta është e rëndësishme shumë në këtë botë, por me vdekje nuk përfundon, nuk mbyllet kapitulli i njeriu, mbyllet jeta e kësaj bote, mbyllet mundësia për të punu, mbyllet jeta që njeriu është i ngarkuar me detyra dhe obligime dhe përgjegjësi, dhe kalojmë pastaj me një fazë tjetër, me një jetë tjetër, se kemi shiju, por Kuranit i kemi besu. Dhe ma shumë i besojmë Kuranit se sa syve tonë, sepse ndoshta jo të gjithë i kemi syt, s'muna me po shumë kthjell ose shumë larg, ma mirë me thonë, kurse Kurani fjalë Allahu azza wa jall ne ka përshkruar gjëra që janë realisht që do të ndodhin dhe ato nuk ka pikë dyshimi. Dhe po thot Kurani, te Zoti yt është përfundimi, pra kthimi. Me vdek po mirë, po me shku te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo e vërtetë të dashur vëllezër besimtar, njeriu besimtar do të më bëj më të vëmendshëm që me qenë i kujdesshëm. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Secili shpirt ka me shih vdekjen, pastaj tek ne kemi për të rikthyer. Pra rikthimi jon ose kthimi jon do të jetë Allahu subhanahu wa taala, dhe atje pastaj secili kena me dal me veprat tona. Secili kena me dal për Allahu azza wa jall me veprat tona, dhe besimtari duhet të jetë i kujdesshëm. Tretë dashur vëllezër, vdekja është një argument prej argumenteve të madhështisë Allahu subhanahu wa taala. Vdekja është argument se krijuesi absolut është vërtet krijues që meriton të adhurohet. Është i plot fuqishëm, nuk ka dikush dhe s'ka pas dhe s'mundet me pas dhe s'do të ketë që ka mundësi me refuzu ose me dal vdekjes përpara. More le të jetë kush do të qoftë, i fortë, i pasur, i mençur, i inteligjente, nuk ka mundësi vdekjen me refuzu. Mundet me thonë s'po du me vdek. Thuaj disa s'po du me vdek. Ta vinë ka dala si sheheshti, as të jasënë. I shumë momentin e vdekjes me lopë që të mire, po pra është argument për subhanallah, që që kalon i madhe Allah azza wa jall. Thëtë Allah azza në Kur'an, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allahu është i fuqishmi mbi robët e tij. O njerëz, mos u mashtroni se ka një Zot që është përmi juve. O rob të shkret, o njerëz të dopt, mos u mashtroni. Pse Allahu përkohësisht u ka dhënë pushtete, force, pasurie, mendje, fëmijë, kallabllake, mos u mashtroni. Sepse Allahu është el-Qahir. El-Qahir është ai mbizotruesi që sonet kur gjome me i dalë përpara fawqa ibadihi, për mbi robët e tij. Wa yursilu alaykum hafadhatan, dhe u dërgon juve, subhanallah, me laçe. Hatta idha jaa ahadakumul maut, derisa të vjen ndonjërit prej jush vdekja, tawaffathu rusuluna,
ja marrin shpirtin të dërguarit tonë, pra është për qëllim me laqet. Hum la yufarritun, dhe ata janë të përpekt dhe të kujdesshëm. Pra Allah Azza wa Jalla na ka ndorë, ai na ka prun këtë jetë, ai na merr jetën, Allahu yuhyi wa yumit. Ai jep jetë dhe merr jetë, dhe kjo thamë është argument për madhështinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka të thashë dhe zërbesimtar, vdekja është drejtësi. Vdekja është drejtësi. Nga se i përfshin të gjithë. Edhe të fortin, edhe dobtin, edhe pasanikun, edhe fukaron, edhe të shnoshin, edhe të smutin, edhe gratë, edhe burrat, edhe fëmijët, edhe plesh, të gjithë. Para vdekjes jemi të gjithë barabartë. Dhe s'ka mundësi askush me i shpëtu vdekjes. Dhe kjo është drejtësi për Allahu subhanahu wa ta'ala. Sikur të kishte pas mundësi me pare, me shty, ose mos me vdek, kishin met këgja shumë. Ishin sirë në përbardash. E kishin vdek këgja shumë do. Kishin vdek kukareja, sa kishin mujë. E ishin met ata që kam pare, e kishin shty, ose poshtetarët. Kur s'kishin vdek. Zaten dove që bisedeshin tash i pot në shtek në ndëgjue që qysh mi abobre se po shteti jamil. Fështirë vëlloj me zvrit për i karike, fështirë. Po dhe jo për i karike, po dhe këtë knatësit e dy jasë, për dikon është këgja fështirë me lanë. Si të mësë për ato që s'ka pënu për akiret, a për ato fështirë me dekë. Andaj thua se njeri prej një hebrej jahudi e ka takua Ebu Hanifen, rahmetullahi alehi, këtë djetarë të madhë, dhe Ebu Hanife ka qenë edhe i meqë, por ka qenë edhe tregtar, i ka posë edhe kushtet mirë. E aji jahudia ka qenë dhu fukara. Edhe po i thotë, o ti imam, hoxhin nderuar, ju po thuni që kjo dynja për besimtarin e qyret e mashallah, edhe të edhe në kjo dynja, zot një edhe i pasër. Po thuni që kjo dynja është borë për besimtarin, është xhenet për pa besimtarin, ka thonë qysh, nuk po përputhen fjalët me realitetin. Apo më shemu, kurse te thotë, gjendja ime, që ke pasunia ime që tash në krahasim me ato që kena që na pret, kushtet që ka na presin pas vdekjes në xhenet, në krahasim, kjo vërtet është burg, edhe të natë mirat mi pas. Kurse thot gjendja jote, që ka të pret, nëse desi pa besimtar, ti je lull, që ka me gjithë atje. Allah në arë të dhe. Andaj ka në djetarët, vdekja është drejtësi për Allah të Azza wa Jalla. Në ka prunë të botë, në ka dhonë detyra obligime, në ka qu profet, në ka zbrit librat, në ka qu mendjen, subhanallah. Edhe pse i ka qu profet, edhe pse i ka zbrit shpolljet. Nëse dikon e ka sprovu si ja ka dhonë mendjen, nuk e ngarkon. Por e ka dhonë njeriut edhe mendjen, që me po të mirën dhe me po të drejtën. Dhe ka bo thirrje dhe bën thirrje vazhdimisht. O njerëz, hajde u drejt. O njerëz, hajde në shpëtim. O njerëz, hajde në shpëtim. Pastaj vjen fundi dhe të gjithë njerëzit të dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala, pra kullu nefsin dha'iqatul maut, se cili shpirti është i vdekën pavarësisht se kush është
është se kush është ai. Ose njëri prej udhëhecave muslimanëve i ka thonë një njeriu të mençur, të ditur, ka thonë kujtoma ose thuma një fjalë ta shkruaj në nos. Që soher që jam i mërzitur, më kalon. Edhe soher të jam i qefum tepër, prap për njëtës fjallë, ja shëhojrim, edhe qëtësohëm. Qa jo me mene? Një fjallë. Pastaj njerëz të mençur që nuk folin shumë me një fjalë ta tregon rrugën. Thuma një fjalë ta shkruaj në unoz që kur mbrojt në mërzi, kur të lexoj këto, ta më shoj se. Po edhe kur të kap në far runa zot në vjen në për më bë keq ose gëzohem tepër. Kur gëzohet një tepër mundet ka pak më haru sa xona thotë ta lexoj dhe të përfitoj. Cila ka qenë fjalla? Se i zull, arabisht është kalan, ka me kalu. Kër të mërzit është fort, kalu se edhe që të sëmësh. Kër të vjenë fort në qef, kalu se mos u mashtra se sot kesh nesër kime kajt. Qashtu është, ose sot qanë nesër kime kesh, qështu është këtë dënja. Andaj vdekja konjetarët është edhe drejtësi, sepse i përfshin të gjithë dhe të gjithë do dalin për Allahut Azza wa Jall. Vdekja nuk ka mundësi, pra s'ka dikush që mundet me refuzu, me shty, me pagu, më mbrojt prej saj s'ka mundësi. Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kur'an أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Kudo që t'jeni, vdekja ju nxen. Edhe nëse jeni në kështjella të fortifikume, kudo që t'jeni, vdekja ju vjen. Nuk mundesh me ikë, pavarësisht ndoshta shkaqeve dhe sebepeve që i merr njeriu dhe pavarësisht vendit se ku ndodhet dhe pavarësisht përparimit e zhvillimit e kushteve që i ka. Ne po kemi shpesh raste kur po vdesin familjarë, vendase, gjemate, po vdesin në Gjermanie, po vdesin në Zvicër, po vdesin në Amerike, po vdesin në vende ndryshme të Evropës, kushte, spitale të mira, mjek të mirë, sigurim, ku me ditë so kam paguje sigurimin, por hec, edhe po vdesim në këtu, në Kosovë, po vdesim për ditë. Do të thotë njeriu pavarësisht dashur se kjo është ajet i fuqishëm që njeriu të ja tërheq vërejtjen që mos u mashtron me kushtet që i ki, mos u mashtron me shëndetin që e ki, mos u mashtron me postin që e ki, mos u mashtron. Sepse vdekjen nuk mundet me prit. Askush po me i dalë pare ka fjallë. Shtatë ashtë lëzër, vdekja vjen në mënyrë të befasishme. Vdekja vjen në mënyrë të befasishme. Shpesh herë, ka njëherë të disa dhe prete, ka sheja, ka alamete, e kështu me radhë, mirë po mundet marrë edhe në mënyrë të befasishme, heq pa o përgadit dhe pa pas plan njeriu me vdekje, thot Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allahu nuk e
afatizon as një person kur t'i vjen e gjeli. E tani, a sulum, a infarkt, a depresion, a aksident, a në gjumë, a ro prej dikujna, aja është e të mamet. Por momenti ka ardhur. Allah thot, len ju ekhir Allahu nefsen, Allahu nuk e banon as kon për te afatit që i dhe gjë e gjeluha. Ndaj ka njerëz me të njëjtën sëmundje kanë. Jetojnë me vite. Dhe ka të tjerë që të njëjtën sëmundje vdesin sepse i ka ardhur vdekja. Kjo të dashur vëllezër është një farë qetësimi për besimtarin. Është një farë qetësimi. Jo me ne të rahat, por mos me bojt frikën për sërone që shtoj. Është e shkrume të rigati. Çdo moment mundet me orë, por pa orë momenti, pavarësisht rrethonave, nëse ka ymër, te kalon e mbi jeton e çuditësh. Kur e shën do të isha disa aksidente, çuditësh. Kur e shën veturën ose automatit qysh është bollën, s'ta më mena që ka pështu dikush ato. Mirë po, ka posë e gjeli. Kur vjen e gjeli, nuk ka Allah nuk e bënon askënd. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allahu është i gjithdijshëm atë që punoni. Vdekja nuk e pyet askën, apo do me vdekja jo, përveç kujna. A ka dikon që e pyet? Përveç profetëve. Profetët Allah Azza wa Jall, që mos ka, mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për shkak të pozitës që kam pas, nderit që kam pas, është një farlej kerameti që Allahu a ka po, dhe jënë pyet para se me vdek. Apo dëni me tu dhe në fund, edhe me vdek e me shku në xhenet, apo dëni me vdek. Dhe të gjithë kanë zgjedhë vdekjen. Subhanallah, me që profetët e kanë zgjedhë, po besimtari dhe me shku mas profetëve. Neve nuk në visim, mos atë rinni shlirë, ka mundësi dashaja me i qujnë. Nuk është hadith, as nuk është një farë fjallë mirë, po ta lexo dikon që njoni ka thonë me laçës vdekjes, a ka mundësi, ka thonë me më kallëzu para se morë, pa me që do selome përgadetu se me mërë Zotit ka të kthena, ka të jam. Me që do selome, ka thonë po du më përgadit pa, të njëtën e ka pas të mirë. Ka thonë rregull, edhe ka më bo një marrëveshje, kjo nuk është ashtë ta jetë asadia. Dhe ka jetu plaku, lodhë, gërbovë, zbardi kanë ra plak, të metë, sa më dhe metë që me shtokë, kër e në ditë. Selam aleikum, selam, a e filoni po, ka thonë hajde ka dole se po shkojmë. Ka thonë që ishe nga morë vesh, që ishë më mi qurë shajat, ka thonë vëlloj ti ku qurë shajat, po si ti morë vesh. Se je konë djalirije, je plake, je konë i forët, të kanë shu forët, je konë që të janë shajat, pra që dikune e qënë zotit të shajat, dikune nuk e qënë dështë e merë ma shpejt. Andaj, ata që i kanë mri dhe vjetë, spjututi, se në përkonë më dhalia këtu Allah i shërë uftin i mëfti i shëtut ma shumë, për e me musë të tërni se një më paqësur. Ata që i kanë bot dhe vjetë, alhamdulillah, inshallah i bojnë edhe zdi sot, dhe i risot kanë qefë. Porësia është që ma nga gjamis me nejtë. Jo të guri, se këna hi e kretë, po ma shumë gjami pro i badet me bo ma shumë, veç i kash, veç i badet bëni ma shumë. Leni boshen, leni arat, leni kapaks, rallëni ato dhe shtëni veprat
veprat e ahiretit. Atina i cili i ofrohet, për shembull, nëse dikush e ka ndonjë termin për mu nis për në një vend ku më shku në Evropë. A që atë javën e fundit si bjen me dalë në bosh, as kërkun. Veç ketë me t'i ko, e kom bërë që to, e kom shtibe që to, kush është i meqë. Grua e kom, sepse din që i duhet. Andaj njeriu që me t'jeni kujdeshëm, pero me shtinë qonë sanet qka të vyjnë. Tani sot në lojnë këtë jam e net, elhamdulillah nuk ko, ajo është e mirë. Dhe për me përmbyll që temën e sotit do është lëzër, subhanallah. Vdekja është e vështirë, vdekja është e rronë, letë nuk është heq, por megjithatë për besimtarin është mirë dhe secili besimtar, dhe kjo është myshdë, secili besimtar i cili ka punu vepra të mira dhe ka një sinqert, në momentin e vdekjes nuk ka dëshirë më kthym këtë dia. Kështu ka thonë profeti, asnjë besimtar që ka një mirë, s'ka që më kthya për 3 me rrim, 3 pa rrim, veç me rrim atje. Përveç kujna, vetë një kategori e besimtarëve kanë dëshirë më kthy prap, ata janë shahidat, kur të shohin pozitën që e kanë marrë për shkak të veprës që e kanë bërë, thotë hadithi kanë dëshirë më kthy edhe një herë me shku në luftë e më vrap prap dhe me fitu që ashtu qysh kanë fitu. Të tjerët nuk kanë qef më kthy më vrapa sepse kanë me gjetë inshallah taala ma mirë se që e kanë lënë këtë botë. Allahu na bëf prej tyre ya rabbel alamin. Allahu na bëf prej tyre ya rabbel alamin. Allahu na provë një përfundim të mirë me iman e me sinqeritet. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.